Besimin e papajsinë e tyre ishte më i hekur se sa këtë akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ja hapte derën e spitalit. Nuk u dorëzua dhe u rikthye në jetë disa herë. 3 orë bashkëbisedim atë ditë ju bën 3 orët më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë babë e bie. Që të dy e kërkonin lirinë. Vdekjen e shpejtë të gjyshit e pashën të tyren e babit kur dolin nga spitali. Gjyshi i mbjetoi të gjithë vuajtjeve, dhimbjeve në për të cilat kaluam si populл. Por, këto 4 vite nuk i mbjetoi vuajtjeve dhe dhimbjes nga padrejtësia. Një sëmundje e pashërueshme për njerëz të fortë, krenar dhe me dignitet. Dhe siç thoshte shpesh gjyshi, me vdek pa u korrit. Gjysh, asot nuk jemi korrit. Fatkeqësisht, babi nuk e lejuan të jap lumturien e fundit bashkë me ne sot. Nuk e lejuan t'ia gjojë një grosht të dhejot të Drenicës mbi varr. Por, në vend të babit, sot ka ardhur Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Luvina. Në madh dhe i përjeshëm do të jetë ndihmimi ynë për ty gjysh. Miq e familjar të pranishëm. Për ne, gjyshi ishte kështjellë e pathyeshme e urtësisë dhe e dashurisë. Ai na mësoi se bashkimi është shqetësi i çdo fitore.